vjapni vetit peshë, krijoni vetit dignitet. Mos u bëni leck e të shkoni katë fryn era, e të thoni unë bëj mirë se njerëzit bëjnë mirë, unë bëj keq se njerëzit bëjnë kështu. Unë jam domethënë me shumicën, ka të shkon shumica, unë jam me ta. Unë bëj kështu sepse gjithë bëjnë kështu. Kjo është njëra ndër porositë më të çmuara që Muhamedi a.s. i këshillon besimtarët dhe synon të krijojnë një shoqëri të fortë, e cila nuk pranon çdo gjë që vjen nga jashtë, qoftë nga lindja apo perëndimi. Thjesht, një shoqëri e fortë krijon standarde, krijon filtra dhe çdo gjë që vjen, sidomos nga bota ideore, e shqyrton, e shoshit, e mendon dhe pastaj e pranon ose nuk e pranon. Janë 3 standarde ose 3 filtra që ne si shoqëni kemi shumë nevojë me i riaktualizu dhe rifunksionalizu. Numër 1, ne kemi standardin e trashëgimisë kulturore. Ne jemi një popull i lashtë dhe kemi kulturën tonë. Dhe ajo kulturë duhet jetë standard i përhershëm për të pranuar ose mos pranuar diçka. Numër 2, ne kemi besimin fetar. Ne kemi fe që duhet respektuar. Dhe numër 3 është filtri moral. Çdo gjë që bjen ndesh me njeriu dhe njerëzorin nuk duhet ta pranojmë. Kësaj i krijojmë vetit dignitet dhe peshë.